Përshëndetje. Unë jam Engji dhe sot jam shumë e lumtur që po të sjell një video të re të versionit të meditimit në pasqyrë, ku të dyja ne vendosemi para një pasqyre dhe unë të udhëzoj me disa afirmacione të caktuara, të cilat evokojnë një energji të re në jetën tënde. Ju falenderoj shumë për suportin në videot e kaluara dhe gjithashtu ju falenderoj për 50 abonenta, cila është një milestone e vockël, por shumë e mirëpritur nga unë për kanalin tim Just Be On. Të mirëpres të vendosesh para një pasqyre në mënyrë që të fillojmë meditacionin unë dhe ti së bashku. Merr një frymë të thellë, mbushi plot mushkërit, mbaje 2 sekonda dhe nxjerrë nga goja me një pëshërtim të madhe. Le të bëjmë edhe 2 herë këtë gjë. Mbushi plot mushkërit, mbaje 2 sekonda dhe nxjerrë me një pëshërtim. Edhe një herë të fundit, sepse të bën të ndihet aq mirë. Merr frymë thellë, 2 sekonda dhe nxjerrim. Shumë mirë. Kthej vëmendjen pak për brenda. Ndje trupin. Për këtë video të ftoj ta vendosësh dorën mbi zemër, nëse ke dëshirë, nëse jo është krejtësisht në rregull. Thjesht kur lidh veten me energjinë e zemrës, afirmacionet përforcohen edhe më shumë. Shpresoj që po qëndron para një pasqyre në mënyrë që ta shohësh veten thellë në sy, ndërkohë që përsërit këto afirmacione që unë do të t'i përsëris, duke filluar nga tani. Unë jam një person me vlerë. Unë kam vlerë të pafundme. Vlera ime e vërtet nuk ka lidhje me perceptimin tim nga njerëzit e tjerë. Vlerën time të vërtet e njoh vetëm unë. Sado që personat e tjerë mund të më duan dhe vlerësojnë, askush nuk mundet të më dojë dhe të më vlerësoj më shumë se sa unë mundem ta dua dhe vlerësoj veten time. Vlera ime nuk qëndron në mënyrën se si unë dukem nga jashtë. Vlera ime nuk është në fytyrë.
Vlera ime e vërtet nuk është tek bukuria ime. Vlera ime e vërtet nuk është tek pesha ime në peshore. Vlera ime e vërtet nuk është te notat që unë marr në shkollë. Vlera ime e vërtet nuk është te se sa para unë kam në bank. Vlera ime e vërtet nuk është se çfarë pune unë punoj. Vlera ime e vërtet nuk është se sa shok e shoqe unë kam. Vlera ime e vërtet nuk është se sa popullore, sa e njohur dhe e dashur jam unë nga njerëzit. Vlera ime e vërtet nuk është se sa inteligjente jam. Vlera ime e vërtet qëndron në personin që unë jam. Unë kam vlerë sepse unë ekzistoj. Unë kam vlerë sepse jetoj në këtë botë. Pavarësisht se çfarë bëjnë njerëzit e tjerë aty jashtë, unë nuk kam nevojë të provoj vlerën time. Unë nuk kam nevojë t'ja vërtetoj askujt vlerën time. Edhe nëse askush tjetër në këtë botë nuk e sheh vlerën time, mua s'më plas fare. Mua nuk më intereson mendimi i personave të tjerë në lidhje me vlerën time. Nëse të tjerët nuk arrin të shohin vlerën time, mua nuk më plas fare, sepse unë e shoh vlerën time. Vlera ime është e pafundme dhe e pakushtzuar. Vlera ime e vërtet nuk është diçka që duhet ta arrij, është thjesht diçka që e kam. Vlera ime është e pafundme. Që prej këtij momenti
Unë nuk I lejoj askujt tjetër në këtë botë të vendosë se sa vlerë kam unë. Që prej këtij momenti, unë e vendos që I vetmi person, mendimit të cilët më intereson, jam unë. Që prej këtij momenti, unë nuk të luftoj më që personat të më njohin vlerën, sepse unë ja njoh vlerën vetes. Vlera ime nuk përmbën në atë që unë bëj, por në personin që unë jam. Që prej këtij momenti, unë do jem një shembull pozitiv për njerëzit rrotull meje, sepse unë e njoh vlerën time. Unë nuk do shoqërohem më me personat të cilët nuk duan të shohin vlerën time të vërtetë. Unë nuk kam nevojë të bind askënd që unë kam vlerë. Unë jam mirënjohëse që më në fund kuptova që vlera ime nuk varet nga asgjë që unë bëj dhe askush jashtë meje. Shumë mirë. Të ftoj të mbyllim këtë sesion për sot me një frymëmarrje të thellë. Mbaje 2 sekonda dhe nxirre ngadalë. Shpresoj që zemra jote ndihet pak më ngrohtë nga këto afirmacione pozitive që ke bërë për vlerën tënde. Të gjitha këto afirmacione që sapo bëre me mua kanë lidhje me çakrën e tretë, e cila është çakra që ndodhet mu nën kraharor, në pjesën mbi stomak. Dhe nëse do t'i përforcosh edhe më shumë këto afirmacione, mund të përsërisësh mantrën e çakrës së tretë, e cila është Ram. Ram. Thjesht duke thënë këtë mantra, përforcohen këto afirmacione. Dhe për herë kur e ndjen që konfidenca jote po bie, kur përsërit mantrën Ram, aktivizohet qendra e vetvetes, që është në yoga çakra e tretë, qendra solar plexus, qendra jote e egos dhe e konfidencës. Unë të falenderoj jashtëmase që kalove këto minuta me mua, duke e përforcuar të dyja konfidencën tonë.
dhe vlerën tonë të pakushtzuar që e besojmë me të gjithë forcën e zemrës time që është kështu për të gjithë personat. Por herë kur ke nevojë të përforcosh konfidencën, kjo video të mirëpret, është për herë për ty këtu falas, dhe unë do vazhdoj të krijoj edhe më shumë video, zjarri për brenda në çakrën time të tretë vazhdon të bëhet edhe më i fortë për të ndihmuar komunitetin tim të dashur shqipfolës kudo nëpër botë. Unë të uroj një ditë të mrekullueshme si gjithmonë, të dërgoj një përqafim gjigant dhe të përshëndes nga unë, Angie. Mirëpafshim.